O njeri, çka të mashtron kundrejt Zotit tënd, i cili është shumë bujar, me bujarinë e tij të ka fal, me bujarinë e tij të krijoi, me bujarinë e tij të nxori në jetë, me bujarinë e tij të dha nënë dhe bab, me bujarinë e tij të martoi, me bujarinë e tij të dha djemë dhe vajza, me bujarinë e tij të furnizoi, me bujarinë e tij të dha frymëmarrjen. La ilaha illallah. Allahu te bareke wa taala falenderojmë, atë xhelle wa ala madhërojmë për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e falenderoi ai veten e tij ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe tha: Elhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falenderimet i takojnë atij i cili krijoi qiejt edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e falenderoi ai veten e tij në fillimin e librit kur tha: Elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Falenderimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave, mëshiruesit, mëshirbërësit. Paqja dhe mëshira Allahu xhelle wa ala të gjitha qofshin për zotriun ton, për mikun ton, loçkën e zemrave tona Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lagni gjuhët e juja vllazë me salat dhe selam sa herë që të përmendet emri i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahu xhelle wa ala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. O Allah, të lutemi me emrat e bukura dhe cilësitë e larta, ja Allah, ashtu siç na ke bashkuar në një xhami pe xhamieve të tua, o Allah, na bashko me këta vëllezër në hijen e arshit tënd, ditën kur nuk ka hije tjetër pos hije sa arshit të Allahut të madh te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, dhe nuk janë tu bu një grup njerëzish në një vend për ta kujtuar Allahun subhanahu wa taala, vetëm se pasi që të çohen për ati mexhlisi, për ati tubimi dhe për ati kuvendi, një thirrës prej qiellit do të thërret dhe do të thot: Qumu maghfuran lakum, çohuni o ju njerëz, se Zoti va ka fal mëkatet. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Wa majtama'a qaumun fi bejti min bujutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Dhe nuk janë grambulluar një grup njerëzish në një xhami prej xhamieve të Allahut që ta lexojnë librin e Zotit apo që të mësojnë diçka për fesë Allahu xhelle wa ala, vetëm se mbi ata njerëz bëhet qetësia. Atë grumbull njerëzish e rrethekojnë me laqet dhe ata njerëz jenë të përmendur tek Allahu te bareke wa taala. E në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu xhelle xhelaluh: "Wa man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi." Në qoftë se robi më kujton në veten e tij, edhe unë do ta kujtoj atë në veten time. Edhe në qoftë se robi më kujton në një tubim, edhe unë do ta kujtoj atë në një tubim më të mirë se ai. Në qoftë se unë e kujtoj Allahun në një tubim të krijesave, krijuesi i madh te bareke ve taala më kujton mua në tubimet e tij të larta me Xhebrailin dhe Mikailin. Allahu akbaru kabira. Po ju robër të Allahut, biseda më e mirë është biseda për Allahun te bareke ve taala. Wallahi nuk ka marr diçka më të mirë, më të shishme dhe më të këndshme njeriu nga jeta e kësaj dunjaje se sa njohja e Allahu të madh te bareke ve taala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu s'ka kush që meriton të adhurohet pos ati, i gjalli dhe i përjetshmi. Allahu nuru samawati wal ard. Allahu është drita e qijeve dhe e tokës. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu krijuesi i gjithçkaje dhe administruesi i gjithçkaje. Allahu yatawaffa
الأنفس حين موتها. Allahu është ai I cili va me shpirtrat njerëzve në momentin e vdekjes. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum. Allahu ai I cili ju krijoi. Allahu ai I cili ju furnizoi. Allahu ai I cili ju kujdes për ju në barqet e nënave. Allahu ai I cili ju nxori juve nga barqet e nënave. La ilaha illa hu. Allahu alladhi lahu al-asma'ul husna. Allahu ai I cili të gjithë emrat e bukura janë të Atij, të gjithë cilësitë e larta janë të Atij, gjithë veprimtaria e Tij është e përsosur. La ilaha illa Allah. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wash-shahada. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Ai Allahu s'ka kush që meriton të adhurohet pos Atij, I diturit të fshehurave dhe të dukshmeve. Dhe ai është mëshiruesi dhe mëshirbërësi. Ai është sundimtari. Ai është paqëdhënësi. Ai është mbikëqyrësi. Ai është fuqiploti. Ai është I fuqishmi. Ai është superlativi. S'ka zot që meriton të adhurohet pos Atij. Ai është krijuesi I krijesave. Ai është I cili na nxori në jetën e kësaj dunjaje. Ai na furnizon. La ilaha illa hu. O ju robër të Allahut, Allahu ai I cili na sheh në të gjitha gjendjet tona. Allahu Jalla Ala thot: "Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin." Është Allahu ai I cili ju sheh juve kur qoheni për namaz dhe kur bëni në sejdë me ata që bëjnë sejdë. Është Allahu Jalla Ala wallahu im. Ai I cili të pakur morë abdes. Është Allahu Jalla Ala, është ai I cili të pakur erdhi në xhami. Është Allahu ai I cili të sheh tash në këtë gjendje. Allahu Jalla Ala të sheh kur të qohesh në namaz dhe të sheh edhe në momentin kur bish në sejdë. Është Allahu ai I cili të sheh kur je në praninë e njerëzve dhe kur je në vetmi. Është Allahu Jalla Ala ai I cili të sheh në mëngjesin e hershëm, por edhe në orët e vona të natës. Është Allahu te bareke ve teala ai I cili qëndron me ty edhe kur nuk ka askush me ty. Është shikimi Atij Jalla Ala që të sheh në të gjitha gjendjet. Allahu Jalla Ala të sheh në të gjitha gjendjet. Andaj o ju robër të Allahut, nuk mund të dalim nga mbikëqyrja dhe shikueshmëria e Zotit të Madh Jalla Ala. Kini frikë Zotin e juaj Jalla Ala, se si na sheh Allahu Jalla Ala në momentin kur jemi të vetmuar me mëkate dhe gjunahet. Idha khalawta yawman biribetin fala taqul anni khalawt walakin qul alayya raqibu. Kur të mbetesh I vetmuar ndonjëherë me një vepër të dyshimt, mos thuaj kam mbet I vetëm, por thuaj se mbi mua është ai I cili më sheh te bareke ve teala. Allahu Jalla Ala ju vëllezërit e mi, është ai I cili të don, është ai I cili të pret. Ndoshta me 10 vite, ndoshta me 10 vite nuk e ke pa pragun e xhamisë së Zotit Gjelle Gjelalu, por ai e pret robin dhe gëzohet në atë momenti kur robi I kthehet Allahut dhe vendosën që ta ndjekën rrugën e Allahu Jalla Ala. Në një ditë prej ditëve, Allahu Jalla Ala I shpalli Davudit alayhi salatu wassalam dhe I tha: "O Davud, po ta din mëkatarë se sa unë përmallohem për ata do të kishin vdek për përmallimit për mua. O Davud, ky është përmallimi im për mëkatarët dhe gjunaqtarët, por si është përmallimi im për ata të cilët më kthehen mua natën edhe ditën." O ju robër të Allahut, thot Ibn Qayyim el-Jauzi radhiyallahu ta'ala anhum, imagjinojeni thot një fëmijë I padigjueshëm I cili e tepron në padigjueshmërinë e tij ndaj nënës, derisa në një ditë prej ditëve nëna e nxjerr prej shtëpisë së saj dhe ja mbyllën derën. Djali e troket disa herë derën, nan hapet derën se edhe një herë nuk e përsëris, por nëna nuk I përgjigjet. Derisa djali ecën në përsokaqet e Katundit apo të qytetit, sheh mos ndoshta dikush t'ja hapën derën, por jo askushi. Atëherë në orët e vona të natës kthehet tek pragu I derës, I bie derës dhe thot: "Oj nan, të lutem, aman hap ma derën." Derisa në atë gjendje e zëngjumi para pragut të derës. Kur ja vjen sabahu I hershëm, e hap derën nëna ju vëllezër dhe sheh djalin e saj të ngrasë si e ka zëngjumi para pragut të derës. Më tregoni, thot Ibn Qayyimi,
si do të sillet në atë moment ajo nan kur e sheh djalin e saj në atë gjendje në pragun e derës. Vallahi do ta merr, do ta përkëdhel atë dhe do t'i thot o bir, pa të kam thënë se nuk ka derë tjetër pos derës time, po mos e përsërit edhe një herë. Allahu t'i takon shembullin më i lartë o vëllezërit e mi. Shkoni trokitni dyert e kujt dëshironi. Ndiqni rrugët e kujt dëshironi. Por vallahi billahi nuk mund të gjeni derë tjetër pos derës Allahu xhallahu ala. Andaj le të shkojmë tek dera e të madhit Allah. Ta trukasim atë. Ti themi Allahut ja Rabbi vallahi edhe një nuk e bëj. Për Zotin edhe një nuk i kundërshtoj urdhat e tua. Vetëm do ta gjejmë Allahun te bareke u teala më të mëshirshëm se sa ajo nana që e përkëdheli djalin e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pas përfundimit të një lufte, ishte një nënë e cila shkonte nalte dhe poshte kërkonte djalin e saj, mos ndoshta ka ra shehid, pra ka ra dëshmor në luftë. Kur ja paprit mas e gjen atë të gjallë dhe të shëndosh, e merr dhe afron afër gjoksit të saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve, ej shokët e mi, a mendoni që kjo nan ka mundësi që ta gjuan djalin e saj në zjarr? Than jo ja Rasulullah. Pa nuk mundet vallahi. Mëshira e nënës që ta hudhën në zjarr djalin e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lallah arham bil ibad min hadhihi al umbi waladiha. Por Allahu më njerëz, është më i mëshirshëm vallahi se sa kjo nana për fëmijën e saj. O ju robër të Allahut, kush e një Allahun xhallahu ala dashurohet në të. Kush e dashuron Allahun, sakrifikon për atë. Kush e dashuron Allahun, nuk i duken të rënda urdhat e tij dhe i duken shumë të lehta largimin nga ndalesat e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Po vëllezërit e mi, kush e një Allahun xhallahu ala, ndryshe vallahi do të tingëllojnë edhe ajetet e krijuesit. Ndryshe vallahi do të tingëllon edhe ezani pas asaj dite. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu është më i madhi se vetja, se pasuria, se pushteti, se autoriteti, se familja, se gjithçka që e posedoj. Vallahi do t'i përgjigjem Allahu të madh xhallahu ala. Ndryshe vallahi pas asaj dite ma do të tingëllon fjala e Zotit xhallahu ala që thot ja ayyuhal insan, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. O ti njeri, Allahu i madh xhelle xhelalu më drejtohet mua edhe ty. Po kush jemi ne o ju robërt Allah? Wallahi billahi jemi një krijes shumë e vogël ka se këtij kozmosi, ka se këtyre galaktikave. O ti njeri, çka të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd? Çka të ka bë Zoti që ti jipesh pas gjithë kësaj dynjaje dhe e ke haru Allahun? A mos val o vëllahu im të ka lënë Allahu xhallahu ala të mangët diçka në këtë jetë? A mos val Allahu xhallahu ala në një natë për netëve ta ndali frymën? Po ai edhe ta ndalën. A mos val Allahu xhallahu ala nuk i dha leje gjaku që të lëvizën brenda trupit të njeriu siç duhet? Po ai edhe ta ndalën. A mos val Allahu xhallahu ala që ditën kur ishe në barkun e nënës, për një moment dhe një çast i ka ndalë rapatjet e zemrës, po ai edhe ta ndalën. Por ai nuk ta ka ndalë subhanahu wa taala. Edhe në momenti kur njeriu i bën mëkate Allahu xhallahu ala, Allahu e përkëdhel me mirësitë dhe dhuratat e tij. Ja ayyuhal insan, o insan, o njeri, çka të mashtron kundrejt Zotit tënd, i cili është shumë bujar, me bujarinë e tij të ka fal, me bujarinë e tij të krijoi, me bujarinë e tij të nxori në jetë, me bujarinë e tij të dha nënë dhe bab, me bujarinë e tij të martoi, me bujarinë e tij të dha djemë dhe vajza, me bujarinë e tij të furnizoi, me bujarinë e tij të dha frymëmarrjen. La ilaha illa Allah. S'ka zot tjetër pas Allah. Ej vllazit, a keni pa se veç kur thosh la ilaha illa Allah. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. E pra dijeni se vetëm me përmendjen e emrit Allah qetësohen zemrat, rehatohen shpirtat, vallahi billah. Andaj ju vëllezërit e mi, dhe veçanërisht po përsëris, dhe po e them ndoshta çdo vit sa herë që po na vin gurbeçarët, njerëzit ton, dashamirë, familjarët ton, mos e harroni be këtë Zot Allah.
edhe në gjendjen e mëkateve e gjunaheve, të gjithë jemi mëkatar dhe bëjmë lëshime. Wallahi ai që flet para jush, ju vëllezërit e mi, është ndoshta më mëkatari se çdo njeri pe jush. Para asaj Allahu, i cili na mbulon gjunahet, në qoftë se Allahu do të na i kishte shpalos mëkatet, wallahi ki njeri nuk do të dilte para jush për të mbajt hutbe, por është mbulesa e Zotit, është bujaria e tij xhallahu ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Falenderojmë o Allah që na mbulon. Të falenderohemi o Allah që na falish, të falenderohemi o Allah për mirësitë tua të dukshme dhe të padukshme. Andaj emanet vala Zotin, emanet vala Allahu xhallahu ala, ta doni këtë Zot, të luftoni për këtë Allah, ta mbroni Allahun, ta mbroni fenë e Zotit të juj xhelle xhelalu. Mësovani fëmijëve të juj fjalën e parë që ta nxjerrin në këtë dunjë, Allah, 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 Allah. S'ka Zot që të posa ti subhanahu wa taala, i adhuruari me dashuri dhe për ulje dhe nënshtrim. La ilaha illallah. O Allah, hapi dyrët e tua, ja Rabbel Alamin për të të njohët. O Allah, na i mundësot të të njohim, ja Rabb. O Allah, na i mundësot të të dashurojmë. O Allah, na i leso gjuhët tona që të të kujtojmë. O Allah, hapi zemrat tona që të të njohi. O Allah, na i shfrytëzoj gjymtyrët tona në shërbimin e fesë tënde. O Allah, shfrytëzoje xhepat tona, pasurin tënde për ta dhënë për ty. O Allah, bëj fëmijët tonë që të jenë trashëgimtarët e fesë tënde, ja dhe xhelali ul karam. Jakubi alayhis në momentet e fundit tha djemve të tij, jeni këto jeni. Shihni o djemt e mi, mos adhuroni dikën tjetër posa Allah. Pra emanet vala vetëm Allahun xhallahu ala. Për Zotin Bram në orët e vona pas jacis, i mora djemt e mi dhe ju thash, po valen emanet baba Allahun. Vetëm Allahun, në qoftë se keni Allahun, mos u mërzitni për punë të tjera, por në qoftë se humni Allahun, vallahi kam frikë se do t'i humni të gjitha. Allahun dhe vetëm Allahun subhanahu wa taala. O Allah, të lutemi membrat e bukura, ja Allah, më shiroj prindërit tanë. Ja Allah, më shiroj gjishërit tanë. Ja Allah, zbrit mi varet e tjere nurin edhe dritën. Ja Allah, bëri varet e tjere kofsh për kofsh edhe gjenet. Ja Allah, mos i bë varet e tjere gropa për grova dhe gjehnemit. Ja Allah, më shirona edhe ne kur të mbetemi të vetmua në varë. Ja Allah, më shirona të ditë kur të dalim për vareve. Ja Allah, më shirona në urën e siratit. Ja Allah, më shirona ditën e llogarisë të madhe. Ja Allah, hapi dyrët e gjenetit tanë. Ja Allah, mbylli për ne dyrët e gjehnemit tanë, ja dhe xhelali ul karam. Ja Allah, dërgo salavat e sename për Muhammedin duke thënë Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an khulafa'ir rashidin ala a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri as-sahabati ajma'in ya rabbal alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Çohuni për namaz. Allahu ju mëshiroj.